nanën, babën, kretë familjen edhe shkojnë në Shqipni ose ku për dion me festu një fest. A është e bereqet për shtëpinë me umshel ditën e Bajramit? Tash kjo ndryshon nga para. Po edhe kjo ndryshon, po edhe kjo praktike shpesh. Familjar. Një herë, jo çdo vit. Nuk është mirë që praktikohet. Çdo vit tash ditën e Bajramit kemi mundësi materiale, po e mbyllim shpinë se ti po i privon kojshit e tu më ardhë më ta uru festën. Ose ti më shku të kojshit. Nuk i ke për obligim vetëm familjen e ngusht. Pejgamberi a.s. as shumë është porosit për hakun dhe drejtat e kojshis, sa që Muhamedi a.s. ka thonë një rast, as shumë më ka porosit Zoti i madhruar për kojshin tim, sa që kom mendu që kam më porosit mja do dhe hisën kojshis. Qatë shumë që më ka porosit mu sill mirë me kojshit, më qenë i mirësjellshëm, më qenë